Të dashur miqtë e mi, siç e pat, 80 ajdu të mblodhen për të ndryshuar ligjin më të lartë të një shteti i cili është kushtetuta. Pasi vodhën mirë dhe mirë, tani do ndryshojnë ligjet për të gëzuar ato që kanë vjedhur. Po kush janë këta mor? Kush janë këta? Kush i ka votuar këta mor? Sepse unë nuk e kam votuar. Kush i ka votuar kanë 40% të konsensusit. Si mund të ndryshoni gjykatën kushtetuese me 40% të konsensusit? Një çmenduri e vërtet. Për mos folur për bashkitë që keni 15-20%. Çfarë bëhet? Sepse ndryshojnë ligjet, sepse nuk e pëlqen vendimi që dha gjykata kushtetuese. Vendimet e gjykatës kushtetuese duhen respektuar dhe duhen ekzekutuar. Dhe asgjë më tepër. Është institucioni më i lartë i një shteti, gjykata kushtetuese. O njerëz! Pastaj një çmenduri e vërtet. Ku është presidenti? Ku është presidenti? Ku është presidenti këtu? Ore, ka vend, ky vend ka një president apo jo? Ka një president apo jo? Çfarë punë bën presidenti i Shqipërisë se nuk po merret vesh? Çfarë punë bën? Çfarë roli ka? Për çfarë është zgjedhur presidenti? Apo dhe ky bashkëpunim institucional si Dash Sula? Çfarë bëhet një çmenduri e vërtetë? Një çmenduri e vërtetë. Kjo jonë është një tragjedi e cila nuk pas ka fund. Se gjithë tragjeditë kanë një fund, por kjo në Shqipëri nuk pas ka të sosur. Ku është avokati i popullit? Avokati i popullit ku është? Ku ndodhet? Njerëz e mi, ky është vetëm fillimi, nëse nuk i ndalojmë, sepse e keqja do vi akoma. Do vi akoma, ky është vetëm fillimi. Duhet rrethuar parlamentin që këta nuk do të futen fare brenda. Këta nuk janë shqiptar, këta janë pseudo shqiptar, sepse një shqiptar nuk mund të punojë kaq keq për vendin e tij. Një çmenduri e vërtet, o njerëz. Është një çmenduri e vërtet. Ngrihen në mëngjes dhe ndryshojnë rregullat e lojës, sepse nuk i pëlqen këtyre. Vendimet e gjykatës kushtetuese duhen respektuar dhe ekzekutuar dhe asgjë më tepër. Këta të ndryshojnë ligjet e gëzojnë ato që kanë vjedhur, sepse janë të pangopur. Të pangopur. Duhet ndaluar o njerëz, duhet ndaluar. Duhet ndaluar se këta nuk janë shqiptar. Këta nuk janë shqiptar, ta vetëm emrin kanë shqiptar. Këta nuk janë shqiptar. Duhet ndaluar sepse nesër do jetë shumë vonë për të ndryshuar këtë vend.